Mi kthehemi në studio, mbetemi në diskutim për rezultatet e zgjedhjeve të paktën parë nga optika e exit polleve, derisa të kemi edhe një lloj nisje të numërimi dhe daljen e rezultateve para pragit. Do të diskutojmë në një lidhje drejt për drejt me analistin Lulzim Veliu. Lulzim, shumë faleminderit që me ne. Përshëndetje për ju dhe shikues të televizionit Top News. Lulzim, era e katërt, teknikisht që qytetarët e Kosovës votojnë nga exit pollet të pavarur nga njëri tjetri, duket një rezultat deri diku i përafërt me fotografimin e votës në muajin shkurt. Çfarë të bën përshtypje kur ti sërish fitues i zgjedhjeve, por në kuota të pamjaftueshme për të formuar qeverinë vetëm e para dhe dyta me një sfidë të madhe në rast se do të mendoj dhe për zgjedhjen e presidentit në pranverë. Po, në shumë se marrëm rezultatën e re exit pollës që pas deri më tani, parakonisht janë të ngjashme dhe janë brenda marshës së gabimit, që do të thotë se rezultati është aty, mirë po për dallim nga zgjedhjet e shkurtit, kësaj radhe shihet qartë se Kurti ka marrur 2 apo 3 mandate më tepër në qoftë se nuk gjatë rrugtimit nuk do të ndryshojë diçka. Pra, përderisa të mos kemi rezultatet zyrtare nga Komisioni Qendror Zgjedhor, të se që për pak minuta do fillojnë me numërimin e tyre dhe pastaj do të jemi më konkret. Është e qartë se nuk kemi një rezultat që e bën fitues një subjekt politik të vetëm dhe për të arritur të krijuar qeverinë, mirë po në bazë të asaj që po duket dhe në qoftë se do mbesin 52 mandate për Kurtin sipas Umbo Konsulting, atëherë një qeveri të vogël për 61 deputetësh, ndoshta edhe do ta arrijë ta krijojë Kurti me minoritetet jo serbe. Pra pasi që edhe ata i kanë 10 vende të rezervuara në kuvendin e Kosovës, dhe si të tilla mund të arrijnë deri te numri 61. Mirë po numri 61 nuk sjell asgjë kur vjet parasysh se brenda muajit të mars Kuvendi i Republikës Kosovës duhet të votojë për presidentin e ardhshëm të Republikës, e presidenti i Republikës i kërkon 80 mandate, ai kërkon 80 deputet të jenë në sallën e votimit, përderisa në rundin e parë dhe të dytë kërkohen 80 vota, në rundin e tretë të votimit duhet me patjetër të votojnë të jenë pjesëmarrës 80 e me 61 mund të zgjidhet presidenti apo presidentja e ardhshme e Republikës. Pra nuk është një qartësim i plot, me këtë rezultat nuk kemi një qartësim të plot për mundësinë e krijimit të institucioneve të Kosovës. Ndërkohë, nëse regjia na mundson dhe projeksionet të televizionit të shtatë, do të përpiqemi të shohim cilat janë, si thuash, mundësitë e koalicioneve. Kemi parë Lulzim që dhe PDK-ja nëpërmjet kryetarit Bedri Hamza ka thënë që ka ikur koha e vijave të kuqe. Ky është projeksioni në përqindje, në rast se shohim gjithashtu atë në mandate do të ishte më e qartë. Por Lulzim, mund të ketë një koalicion të madh, ta quajmë të tillë mes vetëvendosjes dhe PDK-s? Është shumë vështirë për ta besuar duke pasur për bazë fazën e parë apo fillimin e këtij viti kur lëvizja vetëvendosje ishte kategorik kundër një bashkëpunimi me Partinë Demokratike të Kosovës. Për mendimin tim do të ishte ndoshta zgjedhja më e mirë. Sepse një koalicion i tillë do të mundsonte edhe zgjedhjen e presidentit. Pra, një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike do ta krijonte mundësinë e zgjedhjes së presidentit, kur tjetër për bazë se pjesë e qeverisë do të jenë me patjetër edhe minoritetet tjera, pra minoritetet tjera serbe, të cilat janë 10 dhe të bashku me këto dy forca politike do të ishte lehtë e mundur zgjedhja e presidentit të ardhshëm, por jo vetëm kaq. Do të kalonim edhe shumë problematika me të cilat do të mbullet qeveria e ardhshme, duke filluar nga votimi i buxhetit, marrëveshje ndërkombëtare, të cilat presin miratim nga Kuvendi i Kosovës, në shkrimi i shumë marrëveshjeve ndërkombëtare, pastaj dialogu me Serbinë,
e shumë gjërat e tjera që me të cilat ka kaluar një vit që nuk janë marrë institucionet e Kosovës, janë paguar së koti dhe nuk kanë kryer punën e tyre, dhe tani vitin 26 duhet jetë vit i punës për qeverinë e ardhme që më gjitha gjasave kurte e 3. Ndërkohë, Lozim, shohim që me 49 mandate nga vendosja dhe 26 nga PDG do të bëheshin 75 deputet, një super majorancë, po të marrin parasysh kontekstin politik të Kosovës, ndërkohë me një koalicion me vendosjes dhe LDK-s do të shkojnë në 66 mandate plus 10 që mund të vinë edhe nga pakicat jo serbe, në bazë deklaratave se Kurti nuk pranon koalicion të kushtëzuar nga lista serbe, prap nuk do të arrijë 2/3 e quorumit që është nevojshëm për zgjedhjen e presidentit. Në këtë kuptim duket më e nevojshëm paktën parë nga spektri i interesit të qytetarëve një koalicion i madh? Po marrë në bazë të numrat që sapo i lexuat ju, në qoftë se marrim interesin e vendit, Republikës dhe të qytetarëve, koalicioni më i dobishëm do të ishte i dy forcave politike kryesore, pra do të ishte koalicioni i madh, i cili do ta bëte të mundur kalimin e të gjitha këtyre problematikave dhe ngërçeve dhe putjen në punë të qeverisë, pra duke parapruar programet e tyre, pasi ne dim se Lëvizja Vendosur është deklaruar si parti e majtë dhe ka programe sociale më tepër se sa Partia Demokratike e cila është e qendrës së djathtë. Mirë, po megjithatë, me sa duket dallimi në mes programeve nuk është ajo që i pengon liderët tanë politik. Nuk është ajo që i ka penguar ndonjëherë liderët tanë politik në parafrimin e tyre, pasi një profilizim tamam vërtet subjekte politike në Kosovë, edhe flasim drejt edhe nuk ka. Nuk është se kemi një profilizim tamam të duhur ashtu siç është për shembull në Shqipëri në shumë vende të tjera, të ndarje të majtës të zgjatës. Në Kosovë një gjë e tillë nuk ekziston. Mirë, po megjithatë unë uroj që gjuha e mirë që është përdorur gjatë kësaj fushate, pa thyrje dhe pa sharje në mes të subjekteve dhe liderëve, të vazhdoj dhe të jetë pikërisht ajo gjuhë si mundësi e ofrimit dhe krijimit të një koalicioni i cili do ta mundsonte një qeveri të mirë për vendin, një qeveri të mirë për qytetarët e Kosovës, sepse për ata të gjithë dolën sot për të votuar. Pra, me qëllimin e mirë për krijimin e institucioneve të Republikës së Kosovës, institucione të cilat do të bëjnë të mundur zgjedhjen e shumë problematika në të cilat ndodhen tani. Lozim, lidhur dhe me element që kanë bëjnë me ecurinë e mëtejshme, qeveria e ardhshme duhet përcaktoj një kurs të qartë për marrëdhënien me ndërkombëtarët, ka qenë me jo pak ulje ngritje, apo themi raporti mes qeverisë Kurti dhe ambasadës Shteteve të Bashkuara dhe vetë administratës në tërësi. Në këtë kuptim, çfarë duhet të jenë piketat kyçe? Po, unë mendoj se qeveria e Kosovës dhe kush do të qoftë që do të jetë ministri i jashtëm i punëve të jashtme apo krye diplomati i Kosovës duhet të jetë shumë i kujdesshëm në sjelljet dhe veprimet që do bëjmë me bashkinë ndërkombëtare. Gjithë nuk duhet të harrojmë se Kosova është produkt i politikës amerikane dhe pa intervenimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe punën e diplomacisë amerikane, nuk do të kishim një shtet që të quhej Kosovë. Po pikërisht është ajo pas luftës së lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës, është pikërisht intervenimi i NATO-s i udhëhequr nga Shtetet Bashkuara, Britania dhe aleatet e tjerë, por edhe diplomacia amerikane që krijoi shtetin dhe mund të them se 90% e njohjes që ka marrë Kosova janë produkt i politikës dhe diplomacisë amerikane. Një gjë të tillë ne duhet ta kujtojmë çdo herë. Edhe natën kur na lexojmë, duhet kujtojmë se ata janë që na krijuan shtet dhe janë kanë bërë punë të madhe që Kosova të jetë e ndarë nga Serbia dhe të jetë shtet i pambarur. Edhe për këtë arsye nuk duhet të lëshohemi në retorika çfarë ishte lëshuar në të kaluarën qeveria e Kosovës, kur diplomatët amerikanë quheshin naiv,
apo europianët quheshin tigra pi letrës. Këto janë të papranueshme për Kosovën, një vend shumë i vogël dhe me potencial shumë të vogël për të dalur zot mbrojtjes së territorit të saj. Dhe kush do të qoftë që do t'i bashkohet zotit Kurti në qeverinë e ardhshme, këto gjëra duhet të kenë parasysh, duhet të fillojë normalizimi i marrëdhënieve me çdo kush duhet të tentohet dhe të rikthehet partneriteti strategjik apo marrëdhëniet që ka qenë me Shtetet e Bashkuara dhe është pezulluar për një kohë të gjatë në mënyrë që Kosova të ecën drejt zhvillimit dhe integrimit çfarë e kemi më së të nevojshme. Duhet harrojmë edhe krizat globale, po diskutohet për arritjen e një marrëveshje në Ukrainë dhe kemi tash thëmë dhe kemi edhe dokumente të cilat parashohin edhe një autonomi substanciale apo një për komunitetin serb në veri, çka për ne është e papranueshme, pra për Kosovën është e papranueshme. Dhe pikërisht për këtë arsye na duhet gjithmonë mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe duhet koordinim me ta siç është bërë në të kaluarën. Luzim, si e sheh rezultatin e Ramush Haradinajt, projektohet marrë 6, 7, 8 deputet pranë varësi dhe të exit polli, ky që shohim ne është exit polli i të shtatës. Nga 6 mandate që mori bashkë me Limajn pranë një koalicion, tash po del që arrin të marrë i vetëm dhe më shumë potencialisht. Patëm një ringjallje në thonjzat të Haradinajt dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës? Jo, ne zgjedhjet e kaluara vendore, pra zgjedhjet komunale, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës arriti të ruaj 5 komuna që kishte më parë. Dhe se aty e bën kthesën për dhe bën një fushat shumë të mirë, pastaj futën disa figura të tjera të cilat në të kaluarën nuk kanë qenë pjesë e listës së Haradinaj dhe me sa duket kjo ka sjellë edhe rezultate të mirë që unë mendoj se zoti Haradinaj apo Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, sipas asaj çfarë unë pash, do të ketë 6 mandate në parlamentin e Kosovës, por edhe kjo është e mjaftueshme kur ti për bazë se në zgjedhjet e kaluara së bashku me listën socialdemokratike kishin 5 mandate, ndërsa tani sipas gjitha gjasat do të ketë 6 mandate në parlamentin e Kosovës, ndërsa në anën tjetër lista socialdemokratike nuk arriti të kalojë pragun dhe ka mbetur jashtë parlamentit në këtë zgjedhje. Pra, përkundër tentativas, kishte një koalicion me Lidhjen Demokratike, pastaj me Partinë Demokratike, gjë të cilën nuk e arriti dhe tani ka mbetur jashtë parlamentit. Sondazhet, exit pollet e nxjerrin në rënje. A është ajo humbsja e madhe këtyre zgjedhjeve, po të shohim pozitën që kishte me shifrat e shkurtit? Po në fakt dole që ne edhe së bashku e kemi diskutuar kohë më parë, pikërisht për Lidhjen Demokratike, kur edhe unë kam thënë se mendoj që muaji janar do të jetë muaji kur Lumir Abdiziku nuk do jetë më kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pasi po thon rradhazi humbet njëra pas tjetrës dhe shihet qartë se Lidhja Demokratike nuk është duke arritur të kthehet në pozicionet e saj të mëhershme, pra që nga ndarja për Lidhjes Demokratike të listës Guxo, e cila është bërë pjesë tani me lëvizjes vetëvendosje, Lidhja Demokratike ka humbur shumë dhe tani në këtë mandat arrin vetëm 15 apo në këtë zgjedhje vetëm 15% apo 17 mandate për një forcë politike, siç është Lidhja Demokratike, njëra nga partitë e para të krijuara në demokracinë e Kosovës, është e papranueshme dhe unë mendoj se njerëzit e asaj partie nuk do të lejojnë partinë më në duart e kryetarit Abdiziku. Beson se do t'jap dorëheqjen apo do t'jetë nisja e një debati të brendshëm? O njëra o tjetra, mirë po unë mendoj se kjo do t'jetë njëra nga pasojat e para të këtyre zgjedhjeve. Pra pret një ndryshim në lidershipin e LDK-s? Patjetër se pritet një ndryshim, mendoj se duhet bërë në një demokraci normale, një gjë e tillë duhet të ndodhë. Ndoshta nuk do duhet të ndodhë në Partinë Demokratike
pasi që kryetari i tyre është zgjedhur vetëm para 2 muajve, nuk e ka pasur kohën e mjaftueshëm për një reformim apo për të bërë diçka më tepër, mirë po te Lidhja Demokratike është momenti që ata të reformohen dhe të ndrojnë me leadershipin e tyre. Përndryshe në 10 të ardhme mund të mbesin edhe në kotën e 10 mandateve apo 10 përqish. E qartë. Lulzim, shumë faleminderit për bisedën, ishte kënaqësi të diskutonim. Faleminderit nga CFM-ja. Mirëmiq, falenderojmë Lulzimin që ishte pjesë e programit. Do të shkojmë ndërkohë në reklama, kthehemi pas pak në studio.